Sporti i gjimnastikës po njeh një zhvillim cilësor, si në shkallë kombëtare, ashtu edhe në Shkodër, ku ndodhet ekipi kampion dhe baza e kombëtares shqiptare. Falnjohjeve personale të presidentit të Federatës Shqiptare të Gjimnastikës, Leonard Lulaj, brenda pak ditësh në Shqipëri kanë bërritur dy figura shumë të rëndësishme të gjimnastikës europiane. Fillimisht, Shkodrën e vizitoi presidenti i Federatës Turke të Gjimnastikës, njëkohësisht zëvendës presidenti i Federatës Ndërkombëtare dhe presidenti i Federatës Ballkanike, Suat Çelen. Ai ndoqi nga afër procesin stërvitor të ekipit Vllaznia dhe mbajti premtimin për sjelljen e bazës materiale stërvitore në kohë rekord. Menjëherë pas tij, në palestrën e gjimnastikës Vllaznia, mbërriti presidenti i Federatës Italiane të Gjimnastikës, Andrea Facci. Viti 2026 do të jetë viti i vënies së lëvizjes gjitha mundësive që ka federata për me zhvillu aktivitetet ndërkombëtare, të cilat kërkojnë një mbështetje të posaçme nga gjitha federatat kryesore që kemi në Europë dhe në marbotën. Ju siç e pata, ishte presidenti i Federatës Turke dhe ardhi ati këtu bani që sot mas 2 ditëve mbriti baza materiale që ka në Shkodër, që do të shërbejnë fëmijëve, dhe presidenti Andrea Facci, sapo zgjedhur, ka vetëm 6 muaj që është i zgjedhur në krye të Federatës Italiane, me dëshirën më të madhe, vizitën e parë e bani në Shqipëri, ashtu siç me presidentin turk ne bëmë një memorandum firmosme për një bashkëpunim midis dy federatave tona, po shef kushtet edhe i gatshëm për me shërby gjimnastikën shqiptare, me bashkëpunu me gjimnastikën shqiptare. Unë që dy federatat tona do bashkëpunojnë maksimalisht. Teksa ndoqi performancën e gjimnasteve të Vllaznisë, të drejtuara nga trajneri Izmir Kashi dhe kolegët e tij, Shpresa Salja e Latif Kashi, kriju i Federatës Italiane vlerësoi punën e byrë dhe uroi sportistët për përfaqësimin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare.